Në një fshat të vogël në mes të maleve të Shqipërisë, ku shtëpitë prej guri qëndronin si ushtar të vjetër në radhë, jetonte një familje e mirë. Kjo familje kishte 2 kafshë që i donin shumë. Një mace të zezë me sy si smaragde që quhej Flutura, dhe një qen të madh gështenjë që quhej Bari. Flutura ishte e mençur dhe e kujdesshme, ndërsa Bari ishte i fortë dhe besnik si mali i tij. Por pavarësisht se jetonin në të njëjtën shtëpi, Flutura dhe Bari nuk e duronin njëri tjetrin. Macja mendonte se qeni ishte shumë i zhurmshëm dhe i pasjellshëm, ndërsa qeni besonte se macja ishte tepër krenoze dhe e ftohtë. Çdo ditë mes tyre ndodhte një sherr i ri. Ti je vetëm një qen i budalla që bërtet gjithë ditën, i thoshte Flutura me zë të ashpër. Dhe ti je vetëm një mace mendje madhe që mendon se je më e mirë se të gjithë, kthente përgjigjen Bari. Pronarët e tyre, Gjergji dhe Marta, ishin të mërzitur me këtë situatë. Pse nuk mund të jetojnë në paqe, pyeste Marta çdo mbrëmje. Por askush nuk dinte përgjigjen. Një dimër i ashpër ra mbi fshat. Dëbora ra ditë e natë, dhe era e ftohtë frynte si një gjarë përjegër nëpër rrugët e ngushta. Njerëzit mbylleshin portat dhe dritaret dhe nxirrnin zjarr të madh për t'u ngrohtë. Por në një natë të errët ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Gjergji dhe Marta kishin dalë për të vizituar të afërmit e tyre në fshatin Fqinj. Ata i lanë Fluturën dhe Barin vetëm në shtëpi, duke menduar se do të ktheheshin shpejt. Por dera e fshikut të drunt mbeti e hapur, dhe era e fortë e shtyu atë, duke bërë që të përhapej zjarr në shtëpi. Flutura ishte e para që e nuha tymin. Syri i saj mprehtë pa flakët që filluan të hanin muret e drurit në bodrum. E frikësuar, ajo u ngjit mbi një tavolinë të lartë dhe filloi të përmëllente. Miau, miau, zjarr, ka zjarr në shtëpi. Bari, që ishte duke fjetur pranë sobës, u zgjua menjëherë. Kur pa flakët që vinin nga poshtë, e kuptoi që ishin në rrezik të madh. Flutura, duhet të dalim menjëherë, bërtiti ai. Dera kryesore është e bllokuar nga flakët. Macja u përpoq të gjente një rrugë dalimi. Por çdo drejtim ishte i mbyllur nga zjarri që përhape me shpejtësi. Ajo ishte shumë e frikësuar dhe filloi të dridhej. Nuk mund ta bëj, tha ajo me zë të dobët. Jam shumë e vogël për të kaluar nëpër flak. Bari, pavarësisht mosmarrveshjeve të tyre, nuk mund ta linte Fluturën të vdiste. Zemra e tij e madhe dhe besnike nuk do ta lejonte kurrë këtë. Hipu mbi shpinën time, i tha ai. Unë do të çoj jashtë. Flutura, e befasuar nga mirësia e Barit, hezitoi për një çast. Por pse do të më ndihmosh? Ne nuk jemi miq. Tani nuk ka rëndësi, ju përgjigj Bari. Ti je në rrezik, dhe unë nuk mund të lejoj që diçka të keqe të ndodh. Pa humbur më shumë kohë, Flutura u ngjit mbi shpinën e fortë të Barit. Qeni filloi të vraponte drejt dritares më të afërt, duke shmangur flakët që vinin nga të gjitha anët. Zemra i rihte fuqishëm, por ai nuk ndaloi. Me një kërcim të fuqishëm, Bari theu xhamin e dritares dhe dolën të dy jashtë në dëborën e ftohtë. Ata ishin të sigurt, por shtëpia ishte akoma në flak. Duhet i therasim njerëzit për ndihmë, tha Flutura. Bari filloi të lehte me sa zë kishte, ndërsa Flutura përmëllente fort. Së shpejti, fshati i tërë u zgjua nga zhurma. Njerëzit dolën nga shtëpitë e tyre me kova uji dhe filluan të luftonin zjarrin. Fal paralajmërimit të Fluturës dhe Barit, zjarri u shua përpara se të përhapej në shtëpitë e tjera. Shtëpia ishte dëmtuar, por jo tërësisht e shkatëruar. Kur Gjergji dhe Marta u kthyen dhe mësuan çfarë kishte ndodhur, ata nuk mund ta besonin. Flutura dhe Bari, që dikur ishin armiq, tani rrinin pranë njëri tjetrit si miq të vërtet. Macja dhe qeni shpëtuan njëri tjetrin, tha Gjergji me admirim. Nga ajo natë tutje, Flutura dhe Bari nuk u grindën më kurrë. Ata kishin kuptuar se pavarësisht ndryshimeve të tyre, kishin nevojë njëri për tjetrin. Flutura me mençurinë e saj dhe Bari me forcën e tij bënin një ekip të përsosur. Në mëngjesin pas zjarrit, ndërsa dielli lindi dhe ndriçoi dëborën e bardhë, Flutura ju afrua Barit që po pushonte pranë pemës së mollës. Faleminderit që më shpëtove jetën, tha ajo me zë të ëmbël. Dhe faleminderit ty që paralajmërove fshatin, ju përgjigj Bari. Pa ty, zjarri do të kishte djegur gjithçka. Ditët kaluan dhe lidhja mes tyre u forcua gjithnjë më shumë. Flutura i mësonte Barit të ishte më i durueshëm dhe më i kujdesshëm, ndërsa Bari i mësonte Fluturës të ishte më e guximshme dhe më e hapur me të tjerët. Një ditë pranvere, kur lulet filluan të qelnin dhe zogjit ktheheshin nga jugu, një grup hajdutësh erdhi në fshat. Ata duan të vidhnin gjithçka që mund të gjenin të vlefshme. Flutura, me shikimin e saj të mprehtë,
I pa të parët hajdutët që afroheshin nga shtëpia. Ajo vrapoi tek Bari që po luante në obor. Bari, ka hajdut që vinë drejt shtëpisë son. Bari menjëherë u vuri në pozicion mbrojtjeje. Sa janë? 3 burra të mëdhenj me thika, tha Flutura. 2 miq të rinj planifikuan menjëherë një strategji. Flutura do të shkonte të fshihej lart në pemë për të vrojtuar dhe paralajmëruar, ndërsa Bari do të mbante hajdutët të zënë derisa të vinin njerëzit për ndihmë. Hajdutët hynë në obor duke menduar se shtëpia ishte bosh. Por sa po futën këmbën, Bari u shfaq përpara tyre duke lehur kërcënueshëm. Një qen. Vrite, tha njëri prej hajdutëve. Por Bari ishte i zgjuar. Ai nuk u sulmoi drejt për drejt, por filloi të vraponte rreth e qark, duke i bërë ata të hutuar dhe të lodhur. Ndërkohë Flutura bërtiste nga lart, ndihmë. Hajdut, ndihmë. Zëri i saj holl por i mprehtu përhap në përfshat. Dhe së shpejti burrat e fshatit erdhën me shkopa dhe vegla pune. Hajdutët, duke parë se ishin rrethuar, u munduan të iknin. Por Bari nuk i lejoi. Ai kërceu përpara njërit dhe rrëzoi në tokë, ndërsa Flutura u hodh nga pema mbi kokën e një tjetri, duke e bërë të humbas orientimin. Hajdutët u kapën dhe u dorëzuan të autoritetet. Fshatarët i falënderuan Fluturën dhe Barin për guximin e tyre. Ju jeni heronjtë e vërtet të fshatit, tha Plaku Ahmet, i cili ishte udhëheqësi i fshatit. Nga ajo ditë, Flutura dhe Bari u bën të famshëm në të gjithë krahinën. Njerëzit vinin nga fshatrat e tjera për t'i parë maqen dhe qenin që punuan së bashku për të mbrojtur komunitetin e tyre. Por fama nuk i ndryshoi ata. Ata mbetën të njëjtët miq besnik, të cilët e donin njëri tjetrin pavarësisht ndryshimeve të tyre. Një vjesht, një gjyshe e vjetër erdhi për t'i vizituar. Ajo kishte dëgjuar për historinë e tyre dhe donte t'i takonte. Ju keni mësuar diçka shumë të rëndësishme, u tha ajo me zërin e saj të ëmbël. Keni mësuar se përballë vështirësive, dallimet tona bëhen të parëndësishme. Ajo çka na bashkon është më e fuqishme se ajo çka na ndan. Flutura dhe Bari e dëgjuan me vëmendje. Por a nuk ishim ne shumë të ndryshëm, pyeti Flutura. Po, ishit, ju përgjigj gjyshja. Ti ishe vogël dhe e mençur, ndërsa Bari ishte i madh dhe i fortë. Ti pëlqeje qetësinë, ndërsa ai pëlqente lojën. Por pikërisht këto dallime ju bën një ekip kaq të mirë. Secili prej jush ka diçka që tjetrit i mungon. Bari e kuptoi që kjo ishte e vërtetë. Pa mençurinë e Flutures, unë do të isha vetëm një qen që vrap pa menduar. Dhe pa forcën e Barit, unë do të isha vetëm një mace që fshehet nga të gjitha problemet, shtoi Flutura. Kështu kaluan vitet. Flutura dhe Bari u rritën dhe u plakën së bashku. Por miqësia e tyre mbeti po aq e fortë sa në ditën e parë kur e kuptuan vlerën e njëri tjetrit. Ata mësuan fshatarët e tjerë se si të jetonin në harmoni. Kur dilnin mosmarrveshje mes familjeve, njerëzit thonin: "Kujtoni historinë e Flutures dhe Barit. Edhe ata ishin armiq dikur, por tani janë miq më të mirë." Dhe në të gjitha fshatrat përreth, prindërit u tregonin fëmijëve të tyre historinë e maces dhe qenit që mësuan se dashuria dhe respekti janë më të fortë se çdo dallim. Flutura dhe Bari jetonin çdo ditë me gëzim, duke e ditur se kishin gjetur diçka të rrallë dhe të vlefshme. Një miqësi të vërtetë që kishte lindur nga mirëkuptimi dhe sakrificimi i ndërsjellë. Në mbrëmjet e qeta dimri, kur Debora binte but jashtë, ata rinin pranë zjarrit së bashku. Flutura shtrihe e përkëdhelur pranë Barit, dhe ai e mbajti të ngrohtë me trupin e tij të madh. "A e pendohesh ndonjëherë që u bëm miq?" pyeste Flutura ndonjëherë. "Kur?" përgjigjet Bari me bindje. "Ti më bëre një qen më të mirë, dhe shpresoj se edhe unë të bëra një mace më të mirë." "Po që e bëre," buzëqeshte Flutura. "Më mësove se ndonjëherë duhet të jem e guximshme, dhe se kur dikush ka nevojë për ndihmë, nuk duhet të mendoj vetëm për veten." Dhe kështu në nyjet e ndritshëm të qiellit shqiptar, Flutura dhe Bari vazhduan të jetonin në harmoni të përkryer, duke i kujtuar të gjithëve se miqësia e vërtetë mund të lindë edhe nga vende ku nuk e pret. Kjo histori u transmetua nga brezi në brez, dhe edhe sot, kur fëmijët e fshatit dëgjojnë zhurmën e një mace dhe një qeni që luajnë së bashku, prindërit tyre buzëqeshin dhe thonë: "Shikoni si Flutura dhe Bari." Sepse disa miqësi janë kaq të forta sa bëhen pjesë e legjendës, dhe disa mësime janë kaq të vlefshme sa duhen transmetuar përgjithmonë.